Të ejtën në emisionin Orët Edukative nga jeta e pejgamberit alayhis salam, Hoxh Muhammed Dërmaku do të flet për betejën e Hendekut, me çfarë oferte shkojnë qifutët tek Ebu Sufjani. Se ne jemi në gjendje t'ju ndihmojmë, të jemi tokë së bashku dhe t'i tubojmë të gjitha fuqit anti-islamiste të asaj kohe, të bëhen edhe ata aleat. Çfarë ishte përgatitja e muslimanëve në këtë betejë? Nuk ishte një ushtri që përbëhej thjesht nga një fis dhe një popull, nuk ishte pra një numër tashmë i thjesht, por për kundër numrit të madh, kishin edhe përgatitje të fuqishme, kishin pra edhe koalicion të gjerë që ata të vinin drejt Medinës. Pse u friksuan qifutët kur filloi beteja e Hendekut? Ata i kishte kapluar frikë e madhe sepse mbi 10.000 ushtar po i shihnin matan Hendekut, ndërkaq vetë po qëndrojnë për disa ditë brenda. Orët edukative nga jeta e pejgamberit alayhis salam vijnë tek ju çdo të ejtë nga ora 20 me Hoxh Muhammed Dërmaku.